Dëmet e shkaktuara nga përmbytjet e muajit janar janë evidentuar në 17 banesa. Nga këto 6 banesa ndodhen në fshatin Bishan dhe 11 në Novosel. Kryetari i Këshillit të Qarkut Vlorë Ervis Moçka ka theksuar se pas evidentimit të dëmeve nga strukturat e emergjencave civile të bashkisë, përllogaritja e tyre kryhet nga Qarku e më pas dosja i kalon për miratim Këshillit të Bashkisë Vlorë. Atëherë, për sa i përket përmbytjeve të muajit janar, vlen të ritheksohet në fillim që evidentimin e bëjnë grupet e emergjencave civile pranë Bashkisë Vlorë, normalisht dhe me ekspert apo specialist të Këshillit të Qarkut, pasi gjithë dosjet që evidentohen, procedura e dytë është që duhet vinë në Këshill pranë institucionit të Këshillit të Qarkut me qëllim edhe për llogaritjen e dëmeve në këto banesa. Na kanë ardhur rreth datës 20, rreth 17 dosje të familjeve të dëmtuara nga këto përmbytje. Specialistët e Qarkut pas evidentimit dhe proces verbale kanë bërë gjithë vlerësimin dhe ditën e sotshme janë duke u përcjell pranë Bashkisë Vlorë, e cila do t'i kalojë pastaj me anë të Këshillit Bashkiak edhe për dëmshpërblime. Janë, siç u thash, 17 familje, janë 6 në Bishan, në fshatin Bishan dhe 11 në fshatin Novosel. Ka përfunduar gjithë procedura e rivlerësimit, ku fillohet nga një vlerë minimale për një familje diku te 450.000 lek flas me të vjetra, deri në një vlerë maksimale ku ka familje te 4 milion lek flas gjithmonë lek të vjetra, pra 400.000 lek të reja. Vlera totale e gjithë dëmshpërblimeve është 4.5 milion të reja, që do të thotë 45 milion lek të vjetra. Dosjet tashme janë gati dhe procedura pritet të përcillet apo ta bëj gati administrata e Bashkisë Vlorë për ta përcjellur në Këshillin Bashkiak me qëllim dhe likuidimin e këtyre dëmtimeve. Moçka ka sqaruar se dëmet e shkaktuara janë kryesisht në orendi shtëpiake, me përjashtim të 3 banesave që kanë pësuar dëmtime të lekta në strukturë. Dëmshpërblimi për këto banesa do të përballohet nga fondi i Bashkisë së Vlorës. Atëherë ka patur dëmtime në banesa së shumti në orendi. Pra dëmtime jo që kanë nxjerrë banesën apo kanë kryer dëmtime në mure apo në strukturë të banesës, por vetëm në orendi shtëpiake dhe vetëm një banesë ka pasur vetëm 3 banesa, ka pasur edhe dëmtime në dyert e brendshme të tyre. Ndërkohë gjithë pjesa tjetër është thjesht orendi shtëpiake, aty ku ka hyrë ujë. Atëherë janë përcjell dosjet, pra janë përcjell ditën e sotshme, janë postuar dhe pritet mbërrin në Bashkinë e Vlorës, mjafton të përgatitet projekt vendimi dhe një relacion, ku nuk ka nevojë për ndryshime në buxhet pasi Bashkia e Vlorës disponon një fond për dëmshpërblimet, kështu që mjafton pastaj një miratim nga ana e Këshillit Bashkiak. Dalja nga shtrati i lumit të Vjosa krijoi një situatë problematike gjatë muajit janar, ndërsa tashmë ka përfunduar dhe procesi evidentimit të dëmeve të shkaktuara nga përmbytjet.